Si të përgatitim kremin bechamel për pasticcio. Tani më keni pyetur shumë dhe unë do t'u tregoj mënyrën se si e përgatitun. Ka shumë mënyra, disa njerëz e bëjnë me miell të skuqur, unë nuk e skuq miellin, del më i rënd ashtu, bechameli, edhe nuk më pëlqen. Ndaj edhe tani çfarë bëj unë? 1 litër qumësht, 5 lugë me miell, i hedh edhe i trazoj mirë para se t'i vë në flak të avash, të cilën pastaj duhet ta trazoj vazhdimisht që të më ngjitet në fund mielli. Si shikoni këtu po përgatit edhe një vezë, që pasi ta kem hequr nga flaka bechamelin, do t'ja hedh vezën duke trazuar vazhdimisht që të më pritet veza. I hodha edhe një copë me gjalpë, se do dhe gjalpë. Kjo është nutmeg, moskokari do që quhet në greqisht, nuk e di në shqip si quhet, aramyshk, më duket se kisha lexuar në disa komente, nëse nuk gabohem, pak krip, pak piperë, edhe vezën e hedhim brenda si shikoni, dhe djathë të grirë. Unë mora djathë që janë mix, mund të merrni çfarë djathë tu shijoj juve t'ju pëlqejë. Unë mora këtë mix me që ka 2-3 lloj bashkë.